Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Allahun e madhruar falënderojmë vetëm për ti ndihmën dhe falë kërkojmë. Lavdata dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, bi familjen e tij, shokët dhe gjithë ata që ndjekin rrugën e tyre deri në fund të kësaj bote. Të nderuar vëllezërim dhe sot në takimin e radhës në këtë muaj të bekuar, lësë Allah në gjellë vala që ne i pranon veprat e mira dhe ne i shënon të shumë fishuara me mëshirën dhe mirësinë e tij, dhe të na lehtëson që pjesa e mbetur veçanërisht atë ditë i fundit jetë me të vërtetë një përmbyllje e suksesshme dhe faqebarë për neve. Nga ngjarjet e rëndësishme që kanë ndodhur në jetën e pejgamberit alayhi salatu wasallam, veçanërisht në periudhën mekase, nga se kryesisht deri më tani me duke marrë ngjarje nga periudha e Mekës, dhe kemi përmendur se posa ka dalë pejgamberi alayhi salatu wasallam publikisht, kanë filluar Qurayshët të tërbohen, kanë filluar të reagojnë në mënyrë çnjerëzore, duke ushtruar dhunë të ndryshme mbi pejgamberin e sa po mbi shokët e tij. Dhe ka filluar situatë të tensionuar, shumë të ndosur, ka filluar të ngulfatet rrethi rreth shokëve të pejgamberit alayhi salatu wasalam, dhe në një moment pejgamberi alayhi salatu wasalam merr një vendim të rëndësishëm. Dhe kjo ngjarje të ndëruar vëllezër ka shënuar një kthim të madh në misionin e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Dhe ka shumë dobi që dalin nga kjo ngjarje, dhe pse vetëm si rrëfim është ngjarje e gjatë, e lërëm dobi që dalin prej saj, mirë do të mundohem me përmbledh shkurtimisht brenda kohës që e kemi. Nga ngjarjet e rëndësishme që kanë ndodhur në Mekë është edhe shpërngulja e një grupi të sahabeve në Abisini, në Etiopinë e sotshme. Dhe kjo shpërngulje të nderuar vëllezër ka ndodhur 2 herë. Herën e parë numri i besimtarëve ka qenë shumë i vogël. Përmend dikon afër 12 burra dhe 4 apo 5 gra, ku këtë karavan të shpërngulurve e ka udhëhequr Uthmani radhiyallahu ta'ala anhu dhe disa nga shokët e tjerë të pejgamberit, ku së bashku më thonë ka qenë gruaja e tij, vajza e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Ka shkuar në Abisini të ndëruar vëllezër për shumë arsye. Një nga arsyet është shtypja dhe presioni i madh në Mekë, por nuk ka qenë vetëm kjo arsye. Ka qenë një arsye që të depërtohet jashtë rrethit të Mekës, që njerëzit të dëgjojnë nga sahabët e pejgamberit çfarë po ndodh. Nga se propaganda e Kurajshëve ka qenë shumë e egër, shumë e vrasht. E ka prezantuar pejgamberin si një parçarës, një kacafitës, njëri që dën konflikte, që të garantojnë sa më tepër, domthonë aleancë dhe përkrahje nga fiset arabe. Dhe gjithashtu të përdoret edhe një strategji tjetër që të përhapet Islami tek të tjerët. Prandaj ka pas disa arsye që besimtarët janë shpërngulur në Mekë. Nuk ka qenë vetëm shtypja dhe ikja nga presioni, për faktin se ata që janë shpërngulur nuk kanë qenë shtresa që më shumë të janë persekutuar, por ka qenë një shtresë që kanë pas probleme dhe presion, por jo sikurse shumë të tjerë. Prandaj pejgamberi ka përzgjedh njerëz të formuar, njerëz të dijshëm, njerëz që kanë pas aftësi me prezantuar Islamin si duhet, dhe këta i kanë nisë për në Abisini. Pse në Abisini? Pse në Etiopi? Atje ka qenë mbret Nejashiu, ka qenë krishter, dhe pejgamberi e ka njoftë udhëheqjen e Nejashiut, e ka di se Nejashiu është mbret i drejtë. Shikoni, ka qenë krishter, po ka qenë drejtë. Dhe kë i duhet muslimanëve? I duhet që dikush t'i dëgjon si duhet dhe dikush që t'i drejtë. Andaj ka shkuar në Abisini. Kanë qëndruar atje afër 3 muaj ditë të ndërozër, dhe ka ndryshuar disa çështje në Mekë që janë prapë si lajme në Abisini, se situata në Mekë ka ndryshuar për të mirë. Situata është më relaksuar dhe tashmë ata kanë vendosur me u kthy në Mekë. Çfarë ka ndikuar që këto lajme të përhapen? Janë 2 ngjarje kryesore që kanë ndikuar që të përhapen lajmet se situata në Mekë është relaksuar. Një nga ato është një ditë pejgamberi alayhi salatu wasallam ka qenë tek Qabia
dhe janë mbledh Kurejshët me dëgju Kur'an, nga se herë pasade e kanë dëgju Kur'anin. I ka mahnit. Ka herë natën fshehura se e kanë dëgju, po ka herë ditën ka shku me dëgju. Kur e në afru të pejgamberi s.a.s. I dërguarja alayhi salatu wassalam ka fillu me lexu surën An-Najm, ylli. Ku Allahu betohet në yllin, wan-najmi idha hawa. Betohet Allah në yllin kur bie. Ma dalla sahibukum wa ma gawa. Nuk ka deviju shoku juaj as ka lejthit, është idhëzuar. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ai nuk flet nga hamendja e tij, pa ajo që flet është shpallë që i shpallet. E kështu me radhë surën Najm, derisa ka ardhur në fund 4 smetime që janë përmend, se në fund kur ka ardhur pejgamberi të surën Najm, në fund të surës Najm ka sejdë. Don kur lexon ajetin e fundit të surës Najm, preferohet me bëu sejdë. Dhe Kurejsh të mahnitur nga leximi i pejgamberit sa nga përmbajtja, nga sa ata kanë qenë arab, e kanë folë gjuhën e pastër arabe, të pandikuar nga gjuhët e tjera. Gjuhën letrare kanë kuptuar mirë Kur'anin. Kanë ndikuar thellësisht tek ata. Mirë po, arsyet e tjera nga ato që kemi përmend nuk i kanë lejuar me besu shumë për tyne. Kur ka arrit pejgamberi tek ajeti i sejdës, ka bëu sejdë, bashkë me te kanë bëu edhe Kurejsh të Mekës sejdë. Edhe është problemi se Kurejsh të Mekës i bu musliman, edhe din që shlanget shkon të përhap. Dhe njerëzit marrin një pjesë, pastaj e përhapin edhe glami ku e merr botën në probleme në ala. Kjo thuhet në transmetime se ka qenë arsye që ka shku lajmi në Abisini se situata në Mekë është e relaksuar, mundi mu kthy afër. E dyta të ndërruar se shpërmend është edhe një ngjarje e madhe që ka ndodhur në Mekë, ajo është 2 burra të mëdhenj me ndikim të fuqishëm, të guximshëm, trima të njohur në Mekë janë bu musliman. Hamza radiallahu ta'ala anhu, agja i pejgamberit, edhe Omeri radiallahu ta'ala anhu. Hamza të ndëruar vëllezër ka qenë agja i pejgamberit, ka qenë trim, edhe Mekja ju ka tut. Janë rujt mëse pas me ta konflikt. Ka qenë shumë, domthon i guximshëm, i fuqishëm e trim. Një ditë Abu Jahli e ofendon shumë rënd pejgamberin alayhi sallam, shumë keq e fyen. Hamza ka qenë në gjyëti, kur kthehet duke i në Mekë, dikush i dele i thot, a din çka ka ndodhur sot? Thot sot Abu Jahli, ata që kanë Abu Jahl, Amr ibn Hisham, e ka thonë me emrin tjetër, Ebul Hakam, baba i urtësisë, baba i mençurisë, e pejgamberi ka thonë, kjo është i mëshëm, kjo është jahil, ignorant. Kur e lufton fenë Allah, s'ka mundësi me qenë një urtë i mëshëm. E ka thonë, filoni e ka shojt një pjentën me çka ka ditë e ka mujtë. Edhe Hamza nuk ka qenë besimtar të ndërruzë, po e ka kapaj i nati i mbrojtjes së kushërinit, e ka po gjallot, sa të kudo, s'ka qenë fenë ti, po ka pas gjak, ka pas të afërt, i ka lëviz aja, fanatizmi familjar, edhe shkon në mejlis në nej ku ka nejt Abu Jahli. E ndjih shtizën, edhe thot, ati e ke shajt nipin tem, a nuk e ke marrë vesh se unë jam hinë feti? Hamza s'u bu musliman atë vakt, po ka dashur domthon që me gjetë një arsye me hinë konflikt me Abu Jahlin. I konë, a din që unë jam hinë feti e ti peshan, edhe ka godit me shtizja ka qakryt. Ju në qu njerës të Abu Jahlit me sëmu Hamzën, e njerës të Hamzën bu një konflikt e dy gati është në luft. Po pastaj Abu Jahli ka qesu, ka thonë, mire ka se unë e kum shajt, që është nuk këdash me shajt njerën. Hamza kërë bu musliman, është bu të situatë, të jetër mbrojt ju konë. Dhe rasti ditë, Omeri radiallahu ta'ala anhu, do më në rasti i gatë, po, bëhet musliman Omeri radiallahu ta'ala anhu, edhe është përgjigje e duasë pejgamberit se ka bëhet dua, Allahumma ansurdine ke bi ahadi l'Omerejn, o Zot një maja fejën tonë me njëjnë për dy Omerave, ose Amr ibn Hishamin, Omer Abu Jahlin, ose Amr ibn Khattabin. Po Amr ibn Khattabi ka qenë të Allah më i dashur, edhe ka ditë Allah se kjo bëhet musliman i kjo zbat. E Abu Jahli ka vdek në idhëtari, nësë Omeri dihet kush u bë. Edhe Omeri radiallahu ta'ala në kur u bë musliman të ndruzër, thot Abdullah ibn Mesudi, shikoni, kur u kontrim, radiallahu ta'ala, ka pas në gjarët ndaje kur u bë Omeri musliman, tash s'kena mundësi këtë mi shpalos. Mirë po,
ka shku të këshpia ku ka najt pejgamberin të shtëpia Erkam ibn Erkam, në shtëpi, një djalë i ri ka shkuar në shtëpi vet, që aty mbledh pejgamberi alayhi sallam me shokët e vet. Ka qenë i fshehur, s'ka pas takime publike, se ka qenë situatë e rëndë. Atëherë, Omeri të rëket në derë, me shpatë, edhe një nga sahabët që shikojnë nga vrimi e derës, thotë ja Rasulullah, Omeri është. Omeri është problem tash, të lashe ky njeri më himrana apo të lashe. Pra, problem Omeri atë. Edhe Hamza radiallahu anhu thotë ai trimi ngjajshëm me ta, i ka thonë çelja derën. Nëse ka ardhur për hajr ka me gjetë. Nëse ka ardhur për sherr, me shpatë vet ka me myt. Hamza radiallahu anhu trim, dhe të hinë mrena. Kur hinë Omeri radiallahu ta'ala anhu, atëre veç i shzbut zemra ati për shkak se, dhe më thonë, ka dëgju ma herët fjallë të Allah të barë këtala dhe ka ardhë e u musliman. E të rëshmetohë se ju ka thonë muslimanëve, që ka bon ju këtu, ka në qëtujna, të ne se nuk guzim me umlidhët të qabja. E Omeri ka dojnë publikisht të qabja dhe pesë dite, thotë Abdullah Mesudi, ma zilë në aizze, mundë esle me Omer. Do më prej kërë bo Omeri musliman, na i na bo këlnarë. A i ka thonë Abdullah Mesudi, për Omerin radiallahu ta'ala nu, ka thonë, Islami ti ka qenë për neve qëllirim. Shpërngulja e ti kënari, ndërsa udheqja ti rahmet për neve u kënë. Në kur ka udheqja Omeri, ka dominu mshira Allahu Gjellewala dhe rahmetin gjitha ante shtetit islam të asaj koha. Prandaj kur është përhapla me Omeri apo musliman, ka të smetime që musliman në Abisini kanë thonë, po kthejmë pra se tash Omeri apo musliman, kur se ka paramendu që Omeri bëhet musliman. Kur se ka paramendu. Tonë bëhen musliman, ama kësë batëm. Bele njëri për koreshve ka thonë, ma për para bëhet musliman, gomari Omerit se Omeri atë. Në që ka pas kukën e furt, edhe që ka të në miki madhë, mirë, po Omerit, kër jasë butë Allah zamër, në bëhet musliman, ai nuk duhet më shgëni kur në kërkan, më në që kjo të armiki Allah, nuk dhjetë uzimi Allah Gjellewala. Na të me bëhet dua, edhe me usil mirë, edhe me iftu njerës finë Allah Gjellewala. Uzimi në dorë të Allahot, në nuk uzojmë kur me gjyku për dikon se kjo kur sot zotë. Ku bedin të? A përshet për Omerin që ka thonë, e qa u bo Omeri, i dyti u bo, maj mirë në Islam. I parë është Ebu Bekri, dhe në ditë gjykimit, musliman maj mirë, maj devët shumë sa Omeri s'ka. Pa në ku kam një Omeri, radiallahu anhu, kjo që i ka thonë për ta që kur s'bot musliman këpër. Andaj, ozimi në të Allah të azullet. I në këti musliman kër kanë pas situata nuk kanë rruve që është dhe ma tepër zulumi dhe patricia, nga se ta që në të rrubu kërështë dhe ma tepër, dhe kanë fundu me përdojme të tjera në, dhe më thonë, luftimin e muslimanve, atëre pas një kohë pejgamber sa urdhëron sahabët që të mbledhen dhe të shkojnë prapë në Abisini. Por kësaj radhe tash është një më shumë i madh. Afër 80 ca burra janë edhe afër 20 gra. Përmi 100 sahabe tash munis. Tash edhe situata është më e rënduar, përcjellja e Kurajsh është më e madhe, po edhe numri është më i madh, lëvizja më e vështirë. Po më thënë ja kanë dalë. Ja kanë dalë muslimanë me shkuën në Abisini përmes detit, ka shkuën në Abisini. Në Etiopinë e sotshme. Kur shkuën atje, edhe tash Kurajsh e Mekës tërbohen shumë për faktin se tash muslimanët kanë mundësi me e përhap të vërtetën. Propaganda e Kurajshve tash bie në ujë. E shohin që këta njerëz nuk janë përçarës, nuk janë të këqij. Krejt gale e Kurajshve të ndronë, shikoni, kjo nuk është e rastësishme. Kjo është shumë domethënëse, edhe për kohën tonë sot. Krejt gale e Kurajshve ka qenë që mos me dëgju të tjerët nga sahabët. Po me ngu për Kurajshve, do me ngu njerëzit veç një verzion, veç verzion e Kurajshve, jo verzion e muslimanve. Nga se njerëz kur e dëgjojnë verzion e muslimanve, ndrojnë menjen. Ama të ndrodhëzën nga njëre, domthon realisht mobilizohen qarqet shumë të caktuara edhe ngritën media të fuqishme me ndikim që vetëm verzioni ty një mu dëgjuar. Prandaj muslimanë duhet me pas zërin e vet, duhet me pas prezantimin e vet, që njerëzit të dëgjojnë për neve prej neve. Për neve prej neve me dëgju. E duhet me pas musliman që din me e prezantu Islamin si duhet, me sjelljet e tina, po edhe me
shprehjet e tij, me pas dije, me pas, domethënë, oratori, me pas zgjuarsi, në situata caktuara me ditë me fol çka është Islami, çka është pejgamberi, çka është Kurani. Muslimanët më kanë të gatshëm për këtë ballafaqim. Dikush më pak, dikush më shumë spish punë, po duhet më kanë i gatshëm se ti jeton në një rreth ku njerëz ka shumë ignorancë për fetë Zotit te barekuhu teala. Let manipulohen njerëzit. Let keq informohen. Andaj kush ka me i shëru njerëz nga ky keq informim? Kush ka me i mbrojt njerëz nga dezinformimi? Na si musliman. Me sjelljet tona fillimisht, o pastaj me fjalët tona, me zgjuarsinë tonë, me aftësinë tonë për ta shpjegu fenë Allahut si duhet. Jo me hinë debate të panevojshme, pa dije, edhe me dhon dikujt argument shtesë sa ajo që thuhet për juve e vërtet se qenka, si ju çështë vetë po thuni. Prandaj të më ditë në çfarë temë me hy, për çfarë temë me diskutu dhe si me diskutu. Andaj brenga e Kurajshit ka qenë që qysh me mbajt zërin e muslimanëve të heshtur, të shtypur dhe verzioni i vetëm që dominant tek fisët arabe dhe të tjerët të jetë verzioni i Kurajshve. Por Allah deshe që këtë thehet, këtë rënohet, dhe musliman e thyn, domethënë rrëthimin që është vendosur, e thyen, domethënë atë ngulfatin dhe deportuan në Abisini. Për me mbyll zërin, Kurajshit e Mekës fillon me menu çfarë më bë. Çfarë kanë bërë të ndozë? Ata kanë pas lidhje tregtare. Mekja ka pas lidhje tregtare me Abisinin. Kanë pas edhe lidhje diplomatike me zvete. Kanë dashur me i përdor këto kanale që i kanë me mbretin e Abisinis në Gjashiun për me i kthy besimtarët në Mekë. Andaj Kurajshit e Mekës përzidhen dy njerëz, Amr ibn Asin edhe Abdullah ibn Abi Rabia. Këta dy që kanë qenë të shkallët për negociata. Kurajsh kur kanë pas nevojë për negociata, e kanë rru Amr ibn Asin, se thuhet ka qenë shumë dinak, edhe ka qenë shumë i aftë në përmbysje të tavolinës. Shumë i aftë ka qenë. Edhe pse më vonë u bë musliman, elhamdulillah, dhe musliman i mirë u bë, po në këtë kohë ka qenë musliman. Edhe dërguan me plot hedije. Prej hedijeve kryesore ka qenë, domthonë, lkura e terën që Kurajshit e kanë bërë mirë e i ka pëlqyer shumë mbretit e Abisinisë. Kur shkojnë në Abisini të ndërruar, çka bojnë? Nuk takojnë me mbret më njëre, se kanë ditë se është i drejtë. Edhe ka mundësi me nuhat lojën e Kurajshve. Shkojnë tek ata prist fetar, këshilltarët e Gjashiut edhe i korruptojnë. Çka është e keqe kur korruptojnë këshilltarët apo tani ju mushin mendën kallaj udhëheqës ato. Edhe i korruptojnë me hedije të shumta e i thojnë janar do rebela, do mosvet të ju apo as domos që me të fet neve as fet juve. Një farë fe bidat e kanë shpik një fe apo edhe janar me kthyse janë njerëz të akrebat po i presnin po i lipnin kështu me radhë e kur hyn atë në Gjashiu ju thoni po valla mire kanë këta e kthejti. Ka thonë Amr ibn Asi atënve, domethënë patriarkëve, këshilltarëve që i ka pasur në Gjashiu ka thonë mos gaboni me lon në Gjashiun me i thirrën në mejlis ata. Ja, ata s'bën marr hiç. S'bën ata mini kurqysh në Gjashiu. A për shef frikën apo? Çka ndodhte në vazhdim? Hin ata marrin hedijet edhe rreth në Gjashiu i prat Amr ibn Asin, merr hedijet për Mekës, të ka bëu selam filoni, njerëz që njoh me vetë. Edhe i thonë kanë ardhur njerëz të jo, as që një fen tonë, as që në fet vet. E kanë shpik një fe, na kanë përqa, të lashe na kanë bo, jo një këtë është e ti, këtu ty me të bo të lashe, e në arë me i marrë, kadal me i këthin vend, neve që atje, edhe të rahat edhe në rahat atë. Dhe Gjashiu thot, mas pari nganë, edhe ata rrëthën, mire kanë këta, këthej ata sa ta sens dynë, se të korruptum, kanë marrë hedije, kanë marrë. Po në Gjashiu ka qenë shumë i drejtë, subhanallah. Shumë i drejtë ka qenë. Ka thonë, njerëzit më kanë besu mu, dohon, kanë gjithë sigurit të une, kanë ikë prej venit vetë, me gjithë strehim vend temin, e une me i dozu pa i pa, kur? Ja zbëllë makia kur? Që ka së i dhëtë, se me që më konë? Edhe i kanë thonë,
Nuk ban të atë mi pasën, nuk duhet, ja, ka veç ka mi pa. Thërmi një ka. Ka një sahabët e pejgamberësëm dhe Ummu Seleme radiallahu ta'ala anha, gruaja e pejgamberësëm. Në atë vakt s'ka qenë gruaja e pejgamberësëm. Ka qenë gruaja e Ebu Selemes. Pastaj burri i saj është vra, e pejgamberësëm pastaj ka martu. Ma vonë në Medinë. Mirë po, në këtë situatë ka qenë Ummu Seleme, dëshmitare e kësaj dhe shumë sahabë tjerë. Kanë hyrë tek Nëgjashiu të ndërlozur, sahabët përmendin çfarë presoni kanë pas. Një fjalë e gabuar edhe në Mekë. Një qëndrim i gabuar edhe në Mekë. Kanë hyrë tek Nëgjashiu edhe vendosin që ka me urën pejgamberit sa që Gjafer ibn Abi Talib me i përfaqësua. Gjaferi ka qenë djali i axhës pejgamberit alayhi salatu wasallam. Dhe ai del përpara. Nëgjashiu thot, urna, pse i në banin tëmë? Qëka po lipni këtu? Atër fillon Amr ibn Asi me thonë, kë Gjafer ibn Abi Talib. Thot, na kemi qenë në ignorancë, këna adhuru idhuj, e këna hongër pasun e jetimit, e këna shkel gruën, këna hongër coftin, ka përnis me përmend dhe me thonë gjërat shëmtuar nga gjahilieti, nga ignoranca e tyne. Dhe deshti Allah i madh e dërgoj këtë njeri nga mesi jonë, e njohim prej ardhin, e dim kush është, s'është njëri pa njohur, e ka dërgu Allahu. Dhe na ka mësuar që me adhuru veç një Zot, mos me bëj shak, me respektu farefisin, me dashnin e tjetrin, me ndihmu jetimin. Ka filluar Gjaferi me përmend, domethënë mirësitë e Islamit shumëta. Dhe Nëgjashiu po dëgjon dhe po domthon ma gjepset, kur s'ka një kështu. Atëherë mas një diskutimi, thot Nëgjashiu, jeni të lirë në vendin tem, kur s'ja u dorëzoj këta njerëz. Edhe Amr ibn Asi është gënjur, qysh më apo, e ky Abdullah ibn Ribia ka qenë më i butë. Amr ibn Asi i pamshirshëm. Ka thonë, e diu në qysh, ja u luj lojën tash nesër, edhe s'ka qare pa mi dërzu këta. Une kam mishti me folë që ka thonë këta për Isën a.s. Për Isën, Nëgjashiu që ka thotë, djali i Zotit, krishter, musliman të ndrobi i Zotit. E ai ku mu idhnu edhe, qëre ku i ka ditë, që qëfar detale ka ditë Amr ibn Asi. Mëshe? Abdullah ibn Ribia thotë, masë gjuna, zban, mos shka din këtë situatë me proku, thotë, kur si lafë? Binë nesërmën, edhe prapë kërkojnë që mu taku. Amr ibn Asi thotë, pyeti që ka thojnë për Isën a.s. Atër Nëgjashiu thotë, qëfar thuni për Jezusin e cilëson Isën a.s. Atër Gjafer ibn Talibin siklet. Mirë po, nuk flet diçka që s'ka thonë Zotë Gjellewu Ala. Fillojmë me lezu fillimin e surës Maryam. Kaf, ha, jan, sad. Aty Allah përmend për Jemën, që shka Gjibrili, që shka fryn mitën e saj, që shka met Isa Alsam, i krijuar në barkun e Maryamës, pa babë kështu me radhë, edhe ka thënë që kjo është domon, çka na themi për të. Rabbi Allahut e dërguar i tij. Atëra kesh Amr ibn Asi nga gëzimi se tash rangta. Po thot Nëgjashiu e ka pas një shkop në dorë edhe bën një vi. Thot edhe pse s'po thuni si na për ta, dallimin e kena sa kjo vija ta. E fillojnë ata patriarkët, me bo që e të thonë, këta po në nëqmojnë, i ka thonë gërmëni sa dëni, se kur si dërzej apëtën. Thot i një të lirë sa dëni rrini, edhe shpal ligjë Nëgjashiu, thot kush i shanë qëta njerë dënohet me ligjë, kush i nguz dënohet me ligjë. Edhe thot, kesha ja parët që i kam, edhe pushtetin që kam, me kom të ti e mjala kom të pejgamberit a.s. Ka se e dinë se Nëgjashiu e ka ditë se pejgamberës ka qenë i lajmëruar në librat e tyne. Prandaj dhe ka argument që Nëgjashiu u bë musliman. U bë fshehur as musliman, por ka vdekë si musliman. Kur ka vdekë, pejgamberi më ka falë gjenazën në Medinë. Ka thënë sot ka vdekë në Rabbi Allahut i mirë, çunë t'ia falem gjenazën. Edhe pse ai e din në Abisinia atje, po s'ka pas kush falë gjenazën atje.
e ka falë pejgamberi në Medinë. E ka nejtë sahabët me vite në Medinë, atje në Abisini, edhe përmendu mësele me thotë, askush një fjalë s'na ka thonë. Thotë, ditë më të mira, më të lira, më të lumtura, një jetë temë s'këna pasë ato. Qa që kanë kallu mirë të Nëgjashiu, edhe pse ka qenë vend krishterë, por ju ka hapësirë, ju ka mundësia për të muslimanëve. Ato që se kanë qenë në vend vetën. E pasaj kur pejgamberi ka shku Medinë, ata pe aty të nisë me shku në Medinë tash, më bashku me pejgamberin alayhi salatu wasalam. Kjo është një gjë e madhe të ndërruar që ka ndodhur në kohën e pejgamberit sa, ka qenë një hapje e madhe për musliman, një thyrje e madhe për kurështë e Mekës. Disa dobi kisha me nxirr këto të ndërruar, veç shkurtimisht për fund ato. E para ajo që përmenda më herët. Domethënë, sa na si musliman kemi hapësirë me u shpreh, apo njerëz kanë mundësi me njohë të vërtetën. Prandaj duhet me kriju hapësira për të shpreh. Duhet me kriju kanale të komunikimit me njerëzit, që kur bie fjala për fjalën e Zotit, për fenë Allahut te barekatuhu, njerëz me një nga dora e parë, njerëz me një nga njerëz autorizuar. Sa ka kanale alhamdulillah mundshme, sa ka djem e vajza që din me punu me këto rrjete, mjete ndryshme të caktuara kështu me radhë, duhet me i përdor për me hap kanale që njerëz sa më tepër mund njoftu për fetë Allahut te barekatuhu. E para, e dyta, nuk duhen këto kanale me prezantu ato që i bën njerëz nga feja Allahut te barekatuhu. Nuk duhet për shkak të prezantuar që njëri për shembull e ka problem me kuptu si një jo musliman, e ka problem. Duhet me ish me komuniku me njerëzit. Jo çdo ignorant ose çdo euforik ose çdo njeri i zjarrt e me dalë në këto kanale, jo, me dalë njerëz të mençur, të matur, turt, që kanë dije, që njerëz më duhet me kuptuar Islamin ç'është duhet, ç'është na ka mësuar pejgamberi alayhi salatu wasallam. Pra të ndërnuazër, investim më i mirë, mundi më i mirë është në këtë tim, në krijimin e hapësirave që përmes tyre kanaleve me depërtu fjalë Allahut azza xal e shprehur në mënyrën e duhur dhe e ndërtuar mbi bazën e argumenteve që i ka zbritur Allahu në Kur'an dhe ne ka mësuar pejgamberi në hadithe. Çështja e tjetër që këtu mund të marrim të ndërroz është se përkundër situatës kritike. Shikoni, sahabët nuk kanë bërë lajka, s'kan bërë servilitet. Ti gjynzohen në Gjashiut, ti thurin lavë dhe që si meriton një apëto. Kër i ka pyet në Gjashiut, pse një arte une? Pse në shku dikun tjetër? Gjafer ibn Abi Talib i ka thonë, pejgamberi unë nga ka thonë se i drejt, qëta e në artë të jam, subhanallah. Qëta, edhe kjo është vërtet, i drejt të konë. Si kam bu lajka tjera, ti e njëri madhë, ti e kështut, që se meriton, ja s'kam bu, ti e që kë. Andaj kanë qenë të gudzim shumë, kanë qenë krenar dhe kanë qenë sinqert. Sinqeritet përshtanë të nëzë, jo gënjeshtat e martimet, e lajkat, do më hone, e paqëndrueshme. Gjithashtu, Gjafer ibn Abi Talib të ndërruzëm e ka folë vërtetën. Ka mujtë për shumë me thonë që tash në në krizë, në situatë vështirë, t'i bojmë këti diçka që të shtramujmë fejnë e Zotit, ama të pështojmë. Ja, se është situatë kritike, është situatë që ka mu njoftu në Gjashiu për fejnë Allah, Gjazë o Gjellë. Andaj ka unë që kjo fejë Allah. Na nuk kemi dorë në këtë fejë, me ndërhy, me ndryshu. Na kemi zbatimin edhe përhapin, ndërsa përmbajtjen e ka Allah të barakutare. Isa alisam nuk ka djali Zotit. Sa është? Sa njerëzit për shembull nuk pritojnë me gënjy, çfarë do forma të ndrozur për me mujt me marrë një lejë qëndrim, me mujt me marrë për shembull një garancë ku çka shpif për vend vetin gënjen, veç me mujt me marrë një lejë qëndrim apo. Pse janë këtë vend? Valla më kanë rrezikuar do atje që falën apo. Ran kur se ka rrezikuar apo. Nuk i vjen marrë me shpërfar me përhap gënjeshtër për vend vetin, me qit vend në vet në marr shumë të keq për një lejë qëndrim. Çfarë karakterin kanë njerëz? Ose për shembull u shfaq me gjinit kundërt, unë jam kështu të atje s'lojnë kështu të këtë kemi dëgjuar që njerëz kanë bërë. Muslimani është i drejtë i sinqert. Që kjo është halli jam, që kjo dirti jam. Nëse është e mundshme, më kryshim, nuk është e mundshme, unë Allah të mbështetem. Jashtë caktimit të Allahut ndal. Ama nuk ka muslimani gënjeshtar, nuk ka mashtrues, nuk ka shpifës që të shpif e të akuzon e të hudh fajnë në qafë dikuj tjetër pa fajshëm,
për me mujt me garantu një rahatie, një mirëqenie për vetën e tij. Ja, këtë muslimani se bën kur, absolutisht. Andaj ka thonë, Isa a.s. është Rabi Allahut, Isa a.s. është i dërguar i Allahut. Kjo është e vërteta. S'ka tjetër. Nga dobi që imam të ndërruzë është se Allahu e ndihmon këtë fe me dikon që s'ta mërmen e kur të fjallë. Shikoni të ndërruzë, Mekja e ka pas qabën e ka pas. Po kur ka qenë e dur të zdumë qarve, asë Mekja nuk unajtë. Shikoni, Mekja në qabë, vend me mirë në dunja nuk ka, ama kur e udheqë zdumë qartë nuk rrijet, si kurse kore ishte Mekës. Etiopia, Abisinia, mira kilometrë lartë qabës, vend krishter, kur ka drejtësi rrihet. A drejtësia është ta që mundësën njërë me frimë lirëshëm, me jesë mirë. Ku ka drejtësi, ka rahati dhe ka jetë gjatësi. Allahu te barek o ta'ala të ndërozër e ndihmon një vend, edhe pse nuk o musliman, nëse ka drejtësi. Dhe nuk e ndihmon një vend, nëse ka pa drejtësi edhe nëse musliman. Allahu nuk e dënë zullumin, nuk e dënë pa drejtësin. Pa dhe keni pa qëfar udhëzime ka kërcnuse për ata që i bojnë pa drejt madje ndaj kafshëve. Shikoj, një gru në xhehenem ka shku për një macë. Për një macë shku në xhehenem. Pejgamberi s'ka përmend të gjëra të saj. Me thonë dikush po, aja maca kun anash, ama aja s'u kon muslimane, ja s'është e vërtet. Se po të kishte me qenë ndonjë sebeb më i madh se macaja, që ka qenë në xhehenem, kish me përmend pejgamberi alayhi salatu wasalam. Fakti që thot pejgamberi sa, dakhalat al-mar'atu an-nar fi hirratin, një gru ka i në xhehenem për një macë. Një macë. Pse? I ka bu zullum macës. E ka mbyll në dhomë. Asë nuk i ka me hungër bukë e me pi ujë, po asë nuk i ka lëshu vete e me lyp me pi ujë e me hungër bukë. Zullum o kë. Përndaj, macës me i bu zullum, Allahu që në xhehenem. E limu njerit. Kur të koftaj? Birja Ademit është. Nuk guzen, kërkuj zullum me i bu amëta. Absolutisht. Andaj të ndërët që shtu ka është për hapë islami, që shtu ka bu Omeri, radiallahu ta'ala, me drejtësi, kur kush nuk ka metë pa e marë hakun e vetë në kohën e Omerit, radiallahu ta'ala anhu. Amr ibn Ase e ka qiru Egjiptin. Që ka kush u konë me kush u bo. Amr ibn Ase e ka qiru Egjiptin. Djali ti mas një kohë, i ka bo zunë një kopti. Kopt, do mon nga banorët vendas të Egjiptit. S'ka qenë musliman. Edhe aj i dëmpt, babën kjo ka dhec, që kam i bo këti njeri, apëta. E i thot njoni, shka të Omeri, apëta. Pej në Egjipt, shka të Omeri në Medine. E i thot, atë udhejnë që i ke quti, biri ti më ka bo zullum. Më ka rej. Omeri thot, që shtu ta ka bo? Ka thënë po. E ka thirë, pe atje Amr ibn Asin, për një kamp, për një njeri. Nuk është e punë, hinë një dhumë, me dhe një dhumë. është mirë, sa largë është Egjipti pej Medinës. E ka thirë me djallë vetë, etë së të ka thonë, a është e vërtet që ka po të që kështu? E vërtet ka qenë. Omeri ka thonë, ka për shkopin, ka për, më shaj qështë kam shuafën. Para babës vetë, djalli i udhecit për mëna. E i bërtet Amr ibn Asit, e i bërtet djallë vetë, e i thotë, pe kur keni marrë drejt me i dhunu njerëzit e me i bo rabë, e Allah i ka kriju të lirë. Kusht të ka drejt me i rëbru njerëzit, e njerëzit në tirë, kusht ka thonë këtë drejt? Që kjo është dërësia islamit, që i kam su pejgamberi Alehi Sallam. Por fatë kësishtë sot, shumë nga bëndë islami janë bo sinonimi patrisis, i shtypjes, e i dhunës e kështu më radhë, nësë Allah në Gjelleva që në bën shambull të mirë të drejtësis, e të aso që në kam su Allah në Gjellewala që bota ka shëndrit me drejtësin e muslimanëve, e shumë popoj kanë dalë në drejtësi me ndihmën e muslimanëve, kemi qenë shambull i drejtësisë, i korekësisë edhe i përgjësisë e kështu më radhë, me këtu mësime që Gjafer ibn Abi Talibi e ka mahnit në Gjashiun edhe ata që i ka pasë për rrethatën. Andaj të nërozër, kjo është përgjësia jonë, që ta përhapim këtë fe me këtë drejtësi, me këtë korekësi, me këtë butësi, me këtë maturi, që në elana të rëshgjimi Muhammedi alayhi salatu wasalam. Qështu sahabët kanë nisë përpara, sinqert, dëvërtet, të guxim shumë, stabil, të paluhat shumë, të drejt, korrekt, të matur e turt. E kanë përhapin Allah të zogjerat në përpara. Andaj, ku ka shkel ku me sahabeve, realisht
është përhap feja Allahut azza wa jall. Pa dhunë, musliman nuk kanë pas nevojë kur me përdor dhunën për me përhap fen. Kur s'kan pas nevojë. Për shkak se njerëzit kanë pas nevojë për drejtsinë e Allahut edhe për ditën që me te kanë Muhamedi alayhi salatu wasalam. Kjo ka qenë ngjarje e Abisinis, që thash ka hap tash shtigjet shumëta që Kurajshët e Mekës nuk kanë pas mundësi me i mbyll për shkak se Amr ibn Asi u kthye durrthat e i zhgënjur nga Abisinia në Mekë për faktin se muslimanat me lejen e Allahut ja dolën me bin në Gjashiun se kauza e tyre ishte e drejtë dhe strehimi i tyre ishte i arsyeshëm dhe kthimi në Mekë do të tonte për ta një vdekje e sigurt, andaj nuk e mund se këtë në Gjashiun nga se ishte i drejtë. Allah e mëshiroft në Gjashiun nga se ka vdek besimtar, i nështruar Allah dhe pejgamberit alayhi salatu wasalam, andaj e ka falë gjinazën pejgamberi alayhi salatu wasalam. I ka bërë mirë sahabeve, e ka shpërbly Allahu xhalla wala me islam, edhe e ka shpëtu Allahu nga dënimi i tij në botën tjetër. Allah na përmirësoj gjendjen, do na bëj shembull të mirë të drejtësisë, e të urtësisë, të maturisë, e të asaj që përbën vlerat njerëzore që njerëzit sot i lakmojnë dhe në mas të madhe ju mungojnë. Kjo është ngjarja për sot, Allah e shpëbleft. E u takofshim për hajtë takime tashme, dhe atë Zoti rrit sallallahu ala Muhammedu ala alihi wa sahbihi wa sallam taslimen kathira.